Politikani i njohur nderon jetë. Luzi Basha ka shpallur lajmin e hidhur për ndarjen nga jeta të një antarit të Partisë Demokratike dhe mik i ngushtë i tij, i cili jetonte në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Sipas deklaratës së Bashës, shkaqet e vdekjes janë pasojë një sëmundje të rëndë që ka munduar për një periudhë të gjatë. Kjo ngjarje ka tronditur jo vetëm familjen dhe miqtë e tij, por edhe gjithë ata që kanë njohur dhe çmuar kontributin e tij në politikën shqiptare. Ish politikani ka qenë një figurë e rëndësishme brenda Partisë Demokratike dhe ka luajtur një rol kyç në zhvillimin e politikës gjatë periudhave të ndryshme historike. Ai ka pasur mbështetje të madhe nga bashkëpunëtorët dhe ka qenë mik i ngushtë i Luzim Bashës, si dhe i shumë kolegëve të tjerë. Humbja e tij ka lënë një boshllëk të madh në zemrat e të gjithë atyre që kanë pasur mundësinë ta njohin dhe të punojnë me ta. Përmes një deklarate të shkurtër, Luzim Basha ka shprehur ngushëllimet më të thella për humbjen e shokut dhe mikut të tij të ngushtë. Ai ka theksuar se ky është një moment shumë i vështirë për të dhe për të gjithë ata që e kanë njohur, duke theksuar se kjo humbje është e pazvendësueshme. Sipas Bashës, figura e tij do të mbetet gjithmonë në kujtesën e të gjithëve dhe nuk do të harrohet kurrë. Në përfundim, Basha ka bërë apel për mbështetje ndaj familjes dhe të afërmëve të të ndjerit, duke kërkuar që ky moment i dhimbshëm të kalojë me dinjitet dhe respekt. Ai ka theksuar se shpirti dhe kontributi i të ndjerit do të vazhdojnë të jenë një udhërfies për të gjithë ata që patën nderin ta njohin. Po ju çfarë mendoni për këtë situatë? Mos harroni të bëni like dhe subscribe.